Detajet tjera tepër me rëndësi po dalin në lidhje me rastin e vrasjes në Ferizaj, ku Arieta Roshaj, e cila tashmë është në paraburgim për 30 ditë, e vrau me një plumb viktimen F.H. Në një video paraprake, unë u kam tregu se si disa biseda me të cilat unë i kam parë mes viktimes tashmë F.H. dhe Arieta Roshaj në Snapchat, shihet se Arieta Roshaj ka qenë një presion, shantazh dhe kërcënim e dhunë të vazhdueshme për shumë kohë nga tashmë viktima. Por, një detaj tjetër i zbuluar nga kolegët e mi në betimi për drejtësi, e zbulon se tashmë viktima, F.H, ka një rast aktiv në gjykatën themelore në Ferizaj. Ai dyshohet se së bashku me personat e tjerë kanë bashkëkryer veprën penale dhunimin e një të miture. Por kjo histori është shumë interesante se çysh një person i cili ka rast aktiv në gjykatë për dhunimin e një të miture është i lirë. Gjykata themelore në Ferizaj, që raporton edhe betimi për drejtësi, po tregon se e kishte liruar këtë person. Me arsyetimin se ky nuk ka marrë pjesë, por prokurori i kësaj lande kishte insistuar që edhe tashmë viktima të jetë pjesë e këtij gjykimi, sepse ka dyshime të bazuara se ai kishte kryer veprën penale dhunimin e një të miture. Seanca radhës për këtë rast është në 15 korrekt. Jashtëzakonisht interesante. Prokurori i çështjes, Pret Agim Kuka, nuk ka pranuar që betimit për drejtësi me i dhanë më shumë detaje për shkak që rasti ka të bëjë me një të mitur. Por ka arritur që përmes gjykatës së apelit, tashmë viktimën ta kthente dhe ta bënte pjesë të procesit gjyqësor. Betimi për drejtësi ka kërkuar informacione edhe tek policia në Ferizaj për të parë nëse Arieta Roshaj ndonjëherë kishte paraqitur tashmë viktimën në polici për gjitha ato që i ka përjetuar nga ai. Nuk kanë gjetur asnjë të dhënë. Tash janë këtu dy çështje. E para, çysh ka arritur që një person i tillë, i cili ka një rast aktiv në gjykatë për dhunimin e një të miture, është i lirë në qytet. Dhe normalisht, nëse personat e tillë lihen të lirë në qytet, ata do ta gjejnë, do ta targetojnë një viktimë të radhës. Siç e kanë parë bisedat në Snapchat, viktima e radhës ka qenë vetë Arieta. Tash procesi kundër Arieta Roshaj do të fillojë pas një muaji, sigurisht do të shikohet nëse do të zgjatet masa e paraburgimit. Por një gjë është e sigurt, kjo vrasje nuk ka ndodhur në efekt, nuk kishte planifikuar. Gjithçka ka ndodhur pas një historie të gjatë të këtij personi, tashmë viktim, i cili kishte targetuar prej të miturave për dhunim e deri tek vazhdet e rritura për shantazh, dhunë dhe kërcënim. Është herë të thuhet, sepse nevojitet të shihen ende detaje dhe fakte të tjera. Por a duhet Arieta Roshaj të gjykohet për vrasje apo vrasje në vetëmbrojtje?